Unë i shoh sa politikë, sa histori, sa për të ardhmen, sa për të kaluar. Sa ju të bosha, kanë erdhe dhe ju të bosha. Hey, Allah ka të zëmëtën me shka ildhe? Pa erdha... Me kera? Me kerë si zakonisht. Qëfar kjerë i po vëzito për Zafira? Ja, Volvo, unë nuk e ndroj Volvo. E që Zafira është prodhemi ytja? Ja, ta shkakojnë që duhemi, ato sigurisht... A së është juve? Si brando ma i vonë shumë se erë një imë, ati. Darë të gjite, bravo. Pasi ki Zafira, e pse e këtë rathu brendin tanë? Po për Zafira dhe Zafir Berisha është interesant. Po, besoj që do monën Opelli e ka marrë në emrin për meje, se unë tash 57 vjetë. E, që ka u po puna me policia po denoj, Basazo? Ja. Zguzojnë më bu? Jo që zguzojnë, aty, kur bëj shkelje ose kur e lonë dënjerë makinën keqë edhe dënojnë, po shumë rrallë, sepse edhe nuk bëjnë shkelje edhe... Dënoj për të nëjë dënën edhe të ata, se posile keqë. Ja, mund me ndodhë dhe keqë kuptim, po jo i qëllim shumë. Faleminderit shumë që e jene se thash veprimtari çështjes kombëtare ndër më të hershmit ka Ona Frizerenit. Unë falenderoj shumë, po para se me kalu tek biografia jote që e ki shumë posër biografin, edhe me aktivitetet, domethënë çështjes kombëtare, edhe me aktivitetet politike, po dal pak te nisma, çka po puna burra, po bëni koalicion me këta ju. Drejt më na kallzu, ju këshillove. Jo, unë zakonisht për çato nuk jem politikon i mirë se foli drejt aty. Sipas këtij mentaliteti që është krijuar në Kosovë, në fakt nisma ka qëndrimin publik, domethënë edhe tash kanë metë edhe disa ditë deri në seancën e parë konstitutive dhe po shpresoj se para seancës partitë opozitare do ta kenë një mirë kuptim mes veti, që para se me shku në seancë me pas qartë se pas dështimit duhet me pas Albinit çka do të bëjnë këto. Për ndryshe nuk është mirë me shku deri në seancë pa u marrë vesh partitë opozitare, edhe pse peshohen në bazë deklarimeve, qëndrimeve, kërkesave, do t'jetë pak vështirë, po si do që t'jetë politika është kompromis. Allah e ka zëmë drejta ke full me Fatmini këtë ditë. Po jo ka... Po thoi që ja keni lyp 4 ministrije dhe kre parlamentarë. Këta janë muhabete, mualife që është në Gjakovatë. E qaja që dole për Berat Buzhalit që tha dhe më thonë nuk e qojnë avenin zhjede? Këtu është një problem tjetër. Këtu du të me menu këtë partitë opozitare, a dojnë me shku në zhjedhja jo. Nështë arrit një jusinism. Po shqo, unë po menoj se ne do të qëndrojmë besnik ati qëndrimi që kemi pas edhe në fushat edhe para fushatës, se jemi të interesu që me nalën këtë qeverisje në vend, po këti qëndrimi du të mi kontribue edhe 3 subjekte tjera, përveç deklaratave që i kanë du të edhe në tavolin me kontribue që faktikisht mja shkurtu qeverisjen e keqe Albinin Kosovë. Qka nëse hen, Bacazo, qka nëse hen Fatmi Limaj, hipotetikisht, që pe mon me shambull që hebur, qka bënd te? Po unë njerë nuk besoj se hinë. Po qka nëse? Pa tash hipotetikisht unë s'moj më përgjigjën, po... Pa, a do t'jesh pjesë e nismës nëse hen ajo? Shqo, unë në fakt, do mënë kom qëndrimin shumë qartë, si Zafir, gjithsesi, deri tash e kom bartë edhe në opinion edhe qëndrimin e nismës. Po vishte i del kundra bura shqyqare, kështë hoptas. Tjetë rrugën ka pak. Jo, unë jem kundër qeverisjes me Albinin, po një gjonë ta kuptojmë, jem edhe kundër shkurjes në zxedje në këto rrethona që është Kosova. E gelon pak si qile dhe ti dire. Po tash... Edhe Albini zajt e zemalloj. Që shdo që të kuptohet, po nuk është mirë me shku në zxedje. E mirë, Bazazo, se du mund gusë. Ti niku i ke thonë Albin Kurtit analfabet. I ke thonë mja thonë një kalashit duket si aeroplan. I ke thonë Albin Kurti është e keqja e zeza e Kosovës. Me që t'njeri me një koaliciona? Jo, po, unë qka fola deri tash. Po ti thoi me s'mequ venin zhjede. A ma mirë mequ venin zhjede, a me një koalicion me analfabet. Do të mu dakordue, do më partitë opozitare. Milon ndërskomcat, se thash politika me gjitha ta është kompromis, edhe partitë opozitare me thek zveçon, nuk unë që nuk kanë provoj nga kalumja, sepse tashmo gjitha subjeket duke përfshije edhe këto që është në ikje nga qeveria, do më kanë bo koalicione në mezveti, pra nuk onë që po ndodhë era parë. Natyrisht për me arritën një marrëveshje, çdo njëri duhet nga vetvetja ka pak më lëshu pe. Kjo është sikur ajo
çështja e pleshnitarëve, kur e pleshnojnë një problem, një mosmarrveshje midis dy palëve, dhe për mu dakordue, pe marrë këto më si je marrë ka pak me pleshnim të problemeve të lasheve, du të dy palët me lëshu pe. Unë thash, përveç deklaratave gjithë subjekteve që janë domon për një koalicion të opozitës, domon ka pa kërkesa ma tepër se që duhet me i pas. E cila do të ishte zgjidhja më e mirë, Baçazo? Sipas teje. Zgjidhja ime ajo që kam thonë vazhdimisht, domethënë në një koalicion i opozitës. E kryeministri kush? Tash varësisht që është dakordohen. E kryeparlamentar Lima Selçana. Jo. Unë nuk menoj që në këtë moment, domethënë ka dikush ambicje, domethënë për ndonjë pozicion sa shumë e rëndësishme është për një edhe për vendin që mos shkojë rënd poshtë zgjedhje dhe ti jepet një qeveri e cila ndoshta nuk mund të jetë shumë jetë gjate, po që mundet me bon kthesa të mëdha në këto rrethona gjeopolitike që po kalon Kosova, rajoni e Mëxher. Do deklaratat që i dha Fatmi Lima që i ka thonë, që ja kanë keqkuptuar, në fakt, se ka thonë edhe vetë, Bek Berisha tani ka dolu ju ka shoku gjë shumë. Ju ka ofenduar. Po nuk mirë mune me deklarata emocionale, ata ka thonë zuzore, ka thonë, çka më thon? Nuk janë as politike. Ai Ramushja ju. Jo, unë nuk menoj, sepse ne thash pas zgjedhjeve kemi një qëndrim publik, cilin me gjas, nëse s'ka boji une, ku boji pari, pastaj edhe të tjere, që nisma është e përsaktune, deri në këto momente kur po flasim, do më që të ketë qeverit të partive opozitare dhe natyrisht do të funksionojmë si një grup parlamentar bashkë me aleancet. Po që dallimet midis dy partive ekzistojnë, ajo është ditë për fillimin, sepse ne jemi dy subjekte, dhe dy subjekte kemi marrë pjesë në zgjedhje. Nuk është që ne kur kemi bërë koalicion jemi shkrimë një subjekt. Për çdo deklarata çka mendon Baçazo? O ka një keq interpretim, domethënë i fjalorit të Fatmirit që zakonisht është ma tolerant se shumë politikon të tjerë dhe ma eloquent kështu në deklarata, për ndryshe ato që e ka thonë atë natë, domethënë e ka thonë edhe një vjetë edhe 2 vjetë ma herët. Domethënë kur është pyetje interesi nacional i Kosovës, duhet me lënë për anash dallimet. A ka pas një takim ndërmjet Limajt edhe me vetëvendosi nuk ka pas takim. Nuk ka pas, sigur. Ja, 2% aty. E s'na kallëzove çka bën ti nëse hin ata në koalicion. Unë metëm Zafiri që kam qenë gjithmonë aty. Po do nisëm si e mo. Ja, unë s'po them që s'jam nisëm, sepse në fakt unë në nisëm jem për 2016-ës, edhe pse nisma është themelu ma herët, unë deri në 2016-ën kam qenë koalicion me nisëm si Bashkim Demokratik, subjekt lokal, në Prizren që ku ma udhëheq për 6 vjetë. Për ndryshe, unë po menoj se